na mungon edukimi i fëmijëve. Sot të ndërruazër shohim që jo rrallë familje, domethënë nuk e kanë të ndërtuar si duhet respektin ndërsjellët. Veçanërisht ka ankesa të shumta të prindërve për sjelljen jo të mirë të fëmijëve të tyre karshi tyre. Dhe padyshim se këta fëmijë që sillen kështu e kanë gabim. Mirë po, edhe në anën tjetër duhet që edhe prindi të merr një pjesë të përgjegjësisë se a thuvall si e ka edukuar këtë fëmijë. Mund të jetë prindi në rregull, nuk po them, por ka edhe shumë raste që prindi ndoshta ka lënë shumë zbrasira në edukim e pastaj mungesat e këtij edukimi janë përkthyer në rebelim të fëmijëve të karshi tij. Me ditë çka duhet më ndërtuar fëmijët, me çka me eduku, me çka me rrit këtë fëmijë, shumë e rëndësishme. Prandaj të ndërrozë ai prind i cili komplet për kushtimin e tij për edukim të fëmijëve ka të orientuar në aspektin material, do me jep me hongër, me pi, me vesh, me mbath e kështu me radhë. Mirë po, nuk e mbush nga brendia e tij, nuk e zbukuron nga brendia e tij me çështjet kërkuara, padyshim se ky fëmijë mbetet i zbrazët. Dhe në momentin kur ti harxhohet ana materiale, ai e humb motivin për me respektu prindin e tij. Ndoshta edhe për shkak të aspektit material e harron prindin e tij, e lën anash, e lën, domethënë pa kujdes, sikurse fatkeqësisht edhe ka raste që i dëgjojmë. Lën prindëve të muar, vrapon pas dunjas, pas knacive, pas argëtimit, ndërsa nuk është në gjendje me ja përmbush kërkesat apo nevojat elementare prindit e tij. Pse bën këtë fëmijë? Për shkak se është i ndërtuar në frymën e materializmit, është i ndërtuar në frymën e kësaj dunjaje. Andaj të ndërruazër, çka nënkupton me eduku fëmijën? Ka shumë domosdoshmë që duhet të kemi parasysh kur flasim për edukimin e fëmijëve. Mirë po duhet të përmeni 3 gjëra me rëndësi që kanë të bëjnë me edukimin e fëmijëve. Dhe kjo mënyrë e edukimit konsideroj se mungon. Nuk po them se nuk ekziston, ka alhamdulillah, por mungon. Mungon, nuk është e përmbushur sa duhet. Nuk ka kujdes mjaftueshëm në këto pika që do t'i përmendi. Andaj është çështje e rëndësishme. Çështja e parë të ndërruazë që ka të bëjë me edukimin e fëmijëve është se prindi duhet me kuptu se edukimi i fëmijëve në frymën e duhur është përgjegjësi që ka me dhënë për te llogari për Allah të mënduar. Ki mu vetë për fëmijët e tu, Allah ka me të vetë, çka ke me fëmijët, ai ke eduku, ai ke mësu, ai ke udhëzu, çka ju ke thonë, ka me të pyet Allah i mënduar. Është pyetje që do të na bëhet nga pyetjet elementare të llogaridhënies ditën e gjykimit. Allahu xhallahu ala Kur'an thot: Ja ayyuhalladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. O ju që keni besuar, ruajeni vetën e juaj dhe familjet e juaja nga zjarri i xhenemit. Shiko, ti që ke besu, ti që je përgjegjës për familjen tonë, ruaje familjen tonë nga zjarri i xhenemit. E çka nuk kupton me rujt, çka duhet me bona për me eduku, për me rujt një familje nga zjarri i xhenemit? Ka dhonë këtë përgjigje dietarët tonë, kanë thënë sikur sa Aliu radhiyallahu anhu ka thonë: Allimuhum wa adibuhum. Ka në 2 sene kime i bo. Kime i mësu atë që duhet me i mësu edhe me i eduku në frymën e asaj që duhet me eduku. 2 sene me i mësu dhe me i eduku. Andaj është përgjësi kime dhonë llogari për Allah të madhnuar që për begatin që Allah të ka dhonë, qëfar ke bërë? Si e ke përmbushti këtë kërkesë? Si e ke përmbushti këtë detyrim që e kinde Allah të madhnuar? Mësimi dhe edukimi, çka në kupton? Mësimi dhe edukimi të ndërruan vëllezër në kuptojnë fillimisht me mësu kush është Zoti i tij, me mësu kush është pejgamberi i tij, me mësu cila është feja e tij. Kjo është mësim me mësu. Me mësu kush të ka kriju, me mësu kush të begaton, kush të furnizon, me mësu kuj duhesh ti lutesh, kuj duhesh ti përulesh. Me mësu obligimet elementare që i ka karshi Zotit ti, sikurse është besimi i drejt, namazi, e punët e tjera. Nëse kjo është rëndësishme shumë, me mësu fëmijën besim në Allahun te bareke ve teala. Shikoni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe fëmiu ka mësu besimin në Allahun xhallahu, jo vetëm të rriturve. Edhe fëmiu ka mësu. Për shembull, Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu ka qenë prej të afërmit të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Mirë po, nuk e ka lënë pejgamberi som anash. Ka qenë fëmijë.
në kohën kur e ka këshillu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ndoshta si ka të kalu 10 vjet. Ka qenë shumë i ri. Fëmijë ka qenë. Çfarë porosia ka e pejgamberi Ibn Abbasit, sot e porosi komentohet nga dietarë që edhe na kemi nevojë shumë për të, jo vetëm fëmijët tonë. Andaj ka thonë pejgamberi Ibn Abbasit, djali të Agjës, po ka qenë fëmijë i vogël ai. I ka thonë ihfadhillaha yahfazka. Ruje Allahun, të runë Allahu ty. Që ka ruje Allahun, ruje raportet me Allahun, ruje kufit Allahut, ruje knatësinë Allahu xhallahu ala, mos shkel ku nuk duhet, e pastaj Allahu të ruan ty. E ka mësu se duhesh me rujt Allahun e para, dhe e ka mësu se Allahu është ai që të ruan. Une si prind, ai si prind, ky si bab, ai si non, na mund t'japim një mund caktuar, po prap se prap, Allahu është ai që e ruan, Allahu të ruan. Në ihfadhillah yahfazka. I ka unë ihfadhillah të gjithu të gjahet, ruje Allahu xhallahu ki me gjithë gjithmonë para vetës tonë, kur Allahu nuk lën. Shikoj çfarë lidhje me Allahu xhallahu ala, e ka eduku edhe e ka mësu që me rujt Allahun, me u kujdes për Allahun, me u kthy ka Allahu, dhe që Allahu ka me rujt në çdo situatë, ka me rujt nga çdo rrezik, nga çdo devijim, nga çdo lehitje, kur ky e ruan Allahun te barekutaala. Fillimisht kështu me rujt. Andaj kjo është një mësim i rëndësishëm. I ka thonë, o i dha sta'anta fasta'in billah. Kur kërkon ndihmë, kërkon nga Allahu mas pari. Mas pari nga Allahu kërkon ndihmë. Pastaj ndihmën e prindit, e shokut, e mësuesit, e kujt e çopë njerëzve. Ama mas pari mëso me kërku ndihmën e Allahut mënduar. Kjo është mësim i madh. Kur ti mëson që ai në çdo situatë i kthehet Allahut mënduar. Në çdo situatë të komunikon me Allahun te barekutaala. E të ndërozë, kur ai ndërtohet mbi këtë mësim dhe edukohet me këtë mësim, padyshim se pastaj raporti me Allahun e ka shumë të rëndësishëm. Mirëmbajtja e raportit me Allahun e ka shumë të rëndësishëm. E nga mirëmbajtja e raportit me Allahun është ti me të respektu si prind. Në shiko, ti edukon me dashur Allahun, e Allahu e obligon me dashur ty. Në kur ne mësojmë fëmijën me dashur Allahun, me respektu Allahun, me rujt Allahun, një rreth mësojmë edhe në kuptimin e kësaj, edhe neve me në dashur, edhe neve me respektu. Pse? Nga se ky fëmijë të ndërmozë që mësohet dhe edukohet me dashur Allahun, me besu Allahun, me i unështru Allahut, ka me kuptu se ky nështrim dhe ky besim ndaj Allahut nuk kompletohet nëse ndaj prindi nuk është i kujdesshëm. Andaj kjo është mirë sinqerore. Ti ja mbjell farën e besimit në zemër, e pastaj kur kjo farë mbjellet e të bëhet një pemë e madhe, një nga degët kryesore të kësaj pemë të besimit është me të respektu ty si baba dhe ty si non. Me mësu me dashur Allahun, me mësu me respektu Allahun, me mësu që njëjtën e ti më i rëndësishme është Allahu xhallahu ala, besimi në Zotin xhallahu ala. Dhe kjo është pastaj investimi i duhur dhe orientimi i duhur për krejt kërkesat e jetës së tij. Ai që e don Allahun, ai që beson Allahun, ka me respektu prindrit, ka me qenë i suksesshëm në shkollë, nga se e din se ajo është përgjegjësia atje. Për shembull të ndrozë, nëse ti fëmijën tënd edukon se ka ditë gjykimit, edhe kene me dhonë llogari, dhe nga ajo që kene me dhonë llogari është begati që i përdorim. Allahu thot: "Wala tus'alunna yawma idhin 'anil na'im." A ditë keni më u pyet për begatit? E mëson që një trosh me gjujtë zban. E mëson që nuk duhet me hudh ushqimin në kontenjera, nuk ban. E mëson që duhet me rujt lapsin, me rujt gomën, me rujt kletorën, nga se është begati që Allahu për të kam të pyet. E mëson që t'jetë i zëdhshëm në shkollë, nga se këtë çka e investohet për te, për me kry shkollën, realisht është begati. E për këtë begati ka me dhonë përresi për Allah të manuar, nëse nuk e qënë vend si duhet. E mëson me koni i vëmendshëm, i kujdesshëm, karshi begative, karshi mirësive, falënderues për çdo mirësi, për çdo kontribut që prindi bën për te. Dhe që kjo është pastaj mjaftueshëm tregues se ky fëmijë nesër si ka me qenë. Ky fëmijë nesër kush ka me qenë? Me eduku në atë që thash e ka eduku pejgamberi gjeneratën e parë. I përmend disa nga udhëzimet e këshillës që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja ka dhënë Ibn Abbasit. Para pejgamberit, para Ibn Abbasit, e kemi surën Luqman. Sura Luqman, që është emri i një të dërguari, njëri të mirë në të kaluarën,
i cili ka qenë i njohur me këshillat e tij dhën djalit e tij. Andaj aq i ka pas këshillat përmbajtësore, aq i ka pas këshillat e duhura, saqë Allahu xhallahu ala këshillat e tij ka përmend në Kur'an. Me na mësu që këshillohet djali apo vajza. E këshilla e parë ka qenë ja bunayya, la tushrik billah, inna ash-shirka la dhulmun adhim. Birja mëson jetone, kur Allahu shok mos më i bë, se në moment kur i bën Allahu shok në adhurim në besim, ti ke bë padrejtim më të madhe. Me mësu, me madhnu Allahun, me dashur Allahun, me besu Allahun, me ia dhën atë që i takon Allahut dhe askujt pas Allahut. Me mësu, kur shto edukohet, kur me këtë frymë ju shihet, me lenë Allah të manduar do të jetë pasaj shumë i kujdesshëm. Prandaj të domosdoshmë me mësu, me unë dy gojë me mësu, kush është Zoti, kush është Allahu. Ai mund me një për Zotin, ndoshta nga burime ndryshme. Nga njerëz fëmijë mund të ndërton percepcion, kuptim për Zotin xhallahu ala, jo nga burimet islame. Hyn dikon në faqe internet, për shembull dëgjon dikën që flet për Zotin, por nuk ka musliman. Dhe mund të ndërton kuptime për Allahun xhallahu ala larg mësimeve islame. Prandaj para se me kap tjerët, para se me mush tjerët, ti moshe. Ti udhzoje. Ule sa është ende i vogël, sa kupton çka po i thuti. Dhe me fjalë të buta, me fjalë të mira, me shembuj të mirë i kallzon kush është Zoti jon. Kush është Allahu azza wa jall. Zoti është krijuesi, ai na ka krijuar. Zoti është furnizuesi, Allahu është i gjithfuqishëm. Apo, ai është i buti, ai është i miri, ai është dhuruesi begative, ai më ka kriju mu, ai të ka kriju ty, ai kujdeset për mu e për ty, e kështë më radhë. Pastaj më mësua edhe ato tjerë që kanë me adhurimin. Allah është i vetmi që meriton të adhurohet, prandaj vetëm Allahun duhet me lutë, vetëm Allahun duhet me erujt, pastaj duke erujt Allahun dhe kufit Allahut i rujmë të tjerët, duhet që të mbështetesh vetëm në Allahun e manduar dhe nga ai të kërkash e kështu me radhë nga mësimet e shumta që përbëjnë besimin në Allahun e manduar dhe gjithashtu për pejgamberin alayhi sallam. Kush është pejgamberi yt? Kush është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Është ky ka ardhur Mekë a dërgu, ky është ai i parë që i ka zbrit, ka net Mekë 13 vjet, disa informata për periudhën e Mekës, pastaj ka shkuar në Isra dhe Miraj, pastaj ka shkuar në Medinë, është shpërngul hijreti, në Medinë ka pas disa tjera stacione, disa tjera ngjarje zhvillime, disa i ka vdekja, ka vdekë kështu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, disa nga udhime çka na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do fjalë kështu na ka thonë, kështu na ka thonë. Me mësu çka është Islami. Çka është Islami? Këto janë të rëndësishme të ndërozë. Dhe ashtu nga ajo që duhet me mësu fëmijët tonë dhe me edukuar të është edhe vlerat tona. Që fëmiu të rritet në vlerat e duhura dhe të pastërta islame. Cilat janë këto vlera? Dashuria, respekti, turpi, me mësu me pas marrë. Jo mja ek marrën, nëse turpi është rregull. Turpi është në rregull. Por me mësu që tjetë turp, do më një duhur, jo turp që e bën të larguar, të izoluar, jo. Jo turp që ja dëmton kënarin dhe dignitetin, jo turpi që s'ka bëj me turpin islam. Po turp me kuptim islam, turpi që në kupton një forcë të brendshme, edhe vepruese mi kryo obligimet, por edhe frenuese mu lënga për të këqia. Marrë është me bo këtë epizoti, marrë me bo këtë pëmsusit, marrë me bo së është njëri maj vjetër. Turp, andaj me edukun turp për marrë, me mësu vajzën se është marrë me ndalë shto, nuk ban kjo mu du kur delë një sakak e kështë më radhë. Turp, se duhet me kuptu që ka është turpit të ndrozër. Ullja kër ullja qysh më ullë, gjitha këtë ka mësu Allahu Gjelloh dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam. Më mësu qysh më ullë para dikun, qysh me folë me dikan, qysh me komuniku me dikan. Andaj Lukmani i tha birit vetë, birim, mos e ngrit zonin, mos bërtit, nga se zoni maj urit në zoni gomarit. Apo, pse për bërtit? Fol qetë, fol mirë, mos u bërtit njerëzve, mos e ngrit zonin tepër, e kështu më radhë. Andaj këtu e më vlerat rëndësishme. Respektoj ma të vjetrin, me respektu ma të vjetrin të me mësu fëmijën, me dash vllaun, me dash motrën, me kon bujar, me dhanë, mos me kon dorë shtrëngum, me mësu. Është e rëndësishme kjo, këtu e vlerat tona që duhet të me eduku, që nesër me kon bujar, nesër me kon dordhënës, nesër me kon krenar, nga se nga vlerët dhe krenaria,
mos më ndi kompleksuar për fenë që e ka, mos më ndi kompleksuar për namazin që duhet me e falë kur vjen koha namazit. Me thonë, birja ku të vjen namazi, bia ime ku të vjen namazi, që u falë se nuk ka marrë mu falë, marrë është mos mu falë, nuk ka marrë mu falë, nuk ka marrë me thonë se pi alkoholin, është marrë me pi alkoholin, është marrë me lujtë bijaz, është marrë me shkullët këqia, është marrë me folë fjallë këqia. Kejtu të më mësua, është obligim. Ndaj është edukim që fatkeqësisht sot në shumë raste mungon me këtë kompletim që e përmenda. Gjërë të ndërëzër, nga e që duhet me mësu fëmijën dhe me edukunte, është edhe çështja e shembullit, modelit. Si kur duhesh mu boti, kënë duhesh me njekti, rrugën e kujt duhesh me njekti. Këse fatkeqësisht sot shumë nga fëmijët tonë realisht janë të orientuar ka modelet që nuk janë të duhura, modelet që janë të gjymtuara, të sakatosura, së janë të kompletuara, e mund të i suksesshëm me një fush tjetës, po i dështuar në kejtë fusha tjetës, të ndozër. Për shembull të ndozër, nëse njëri ka arrit sukses në çështjen e pasurisë, ka bo miliona, miliarda, mirë po nuk din kënë e ka bab, as non, as vlla, i keq në gjuhë, i pamoralshëm, a është kjo njëri suksesshëm? Jo, nëzi, sigur. Nuk është kjo suksesshëm, absolutisht, nuk ka kjo sukses. Ka plotëse që nështë ka mbo miliona, miliarda, mirë po i ka mbo veç në dorë, në zemër është fukare, në gjuhë është fukare, në men është fukare, në zemër, në trup, në moral, në gjithë çka është fukare. Çka duhet kjo për? Ne na duhet dikush që është i pasur në besim, i pasur në dije, i pasur në shkencë, i pasur në vlera, i pasur në edukat. Ky na duhet jetë shembulli jon. Ai që ja ka mësy kënaqësisë Allahut, ai që ka mësy xhenetit Allahu xhallahu ala, këta janë shembull që të më njeh. Mi mësu fëmijët, mi mësu bijat, bijtar, shembull të mbajtë dietarëve, të muslimanëve, të besimtarëve të mirë, të shokët pejgamberit alayhi salatu wasalam, po edhe të kohës tonë, para kohës tonë. Mi tregu që ka qenë gjyshi i tij, gjyshi i asaj, që kanë besuar, që kanë bërë sabër, që janë dashur, respektu, i kanë qenë shtëpiat, kanë prit musafir, mi tregu se kjo është kultura jonë. Kjo është kultura jonë. Qysh burrat kanë nejt me burra, gratë kanë nejt me gra, apo e qysh ka qenë kjo punë e rregulluar bukur, kjo është kultura jonë. Në kjo përzirje ka që madhe sa që pëndodh, veçanërisht në situatat të dëfrimit, të tërkthimit, apo ku veshja është katastrofike, apo sjellja është katastrofike, nuk janë këto realisht tregues të kulturës tonë. Nuk bën me lënë fëmijën më rrit në këtë kulturë të shfrenimit, e kulturë të huajzimit që nuk është e jona. Kultura jonë është kjo, që shtu na gëzohemi, që shtu na martohemi, që shtu na pikëllohemi edhe kur des dikush, na nuk i ngrejmë flakt, na nuk i shkym teshat, ja, na bujmë sabër, na kajmë, loti rrjedh, ama zemra është e kënaqshme sa kthimin e Allahut të mënduar, edhe me tregu se çysh një musliman është i përmbajtur edhe në situata të sprovës. Edhe me kuptuar se jeta ka sprova, ka të lashe, nesër këtë punë s'kan me të shku, apo si më rshit nakull kallaj. Jo, ka me pas në kodrin, diku ka me pas në vështirësi, në barierë, në barikad, në pengesë. Jeta është e tillë. Me ushtru me trenu që të ti gatë që më ballafaqohet me sfidat e jetës, ju i lastuar, ju i lazruar, ju i përgdhel dhe në atë masa që një begati me thjesht e bën me kajt, bjen depresion, nervoz. Çka janë këto fjalë? S'është kjo kultura jonë, s'është kjo edukata jonë. Andaj këto më rëndësi për këtë që më dhon llogaritë ka Allahu mënduar. Andaj të ndrozur, ai fëmijë që realisht po në begati me thjesht nervozohet, shqetësohet vërtet, nesër aty të vërtet. Nesër me ty si të keq, pse? Pse realisht ai është mësuar me u përmbush kërkesat, edhe kur s'përmbushet, ai s'shek kanë ka përpara. A prind, a hoxh, a mësues, se ka gale. Për shkak se ai ndihet i shqetësuar për shkak të një begatie që i mungon atë. Një vonim në internet, një mungesë, një varrësi, një telefon është pak më i vjetër, ja nis me komplikuar jetën. Apo ja nis me kohën i dëshpëruar, i zgënjur, i nervozuar. A janë këtu ato që i bën muslimani? Jo, asnjë. Andaj kjo është pjesë, kush është shembullit? Sikur të shmekon ti. Për këtë arsye të ndrozur në fund po them që Allahu xhallahu ala ka folur për pejgamberin Kur'an, ka folur për besimtarin Kur'an. Pse? Na mi pas shembull. Çfarë që ka bëu Jubi alayhis salam? Sa vjet ka qenë i smut, ka bëu sabër. Shikoj Yusuf alayhis salam, është ngacmuar, është provokuar nga një grua shumë e bukur, nga një grua me pozitë,
që i ka ofru shumë mirë në dunja, ama çfarë ka thonë? Kella, kur, absolutisht, madje në për çmim të ruajtjes së moralit ka thonë, Rabbi sijnu habbu ilayya, o Zot, në burg me shku për mosh me dashur, se më ronë atë që aja po më thret mua për. Kur morali jam është i shajt, i paprakshëm, i pacenueshëm, të hym vlerën tonë, çka është edukata jonë? Shembullin është Jusufi alayhis salam, Ejubi alayhis salam, Isa alayhis salam, Musa alayhis salam, edhe në kokë gjithve Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në kjo është edukata që duhet realisht të jetë dhurata, begatia, mirësia që ne i bartim fëmijëve tonë, dhe për këtë kena më pyet tek Allahu i mënduar. Për këtë kena më pyet tek Allahu i mënduar. Allahu xhallahu ala i ruajt fëmijët tonë, rinin tonë, të reja tona. Allahu zot në rrugën e drejtë. I bëft Allah më të mirë se na, më të devotshëm se na. Dhe ja mundsoft Allahu xhallahu ala që çdo të lashë sfidë një që kanë ta kalojnë suksesshëm si duhet në frymën e asaj që na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam.